Po si të shërohem nga vetë pëlqimi. Spari do të me ditë që vetë pëlqimi është një kurthë e shejtanit, me cilin shejtani mundohet me ja shkatërru veprat muslimanit. Kur e sheh shejtani që s'po mundet me nal muslimanin për vepra të mira, atar përdor metoda ndryshme që më ja shkatërru këto vepra. Për këtyre metoda është edhe vetë pëlqimi. Do të thënë ju më mendu që ka bë vepra aq shumë të mëdha sa që në farë mënyre ky patjetër e meriton xhenetin e Allahut, shpërblimin, faljen prej Allahut, kështu më radh. Edhe është më i mirë se sa të tjerë s'po bojnë vepra sikur kë. E kështu më radh. Kjo vetë pëlqim ose al-ujb që quhet arabisht i shkatron veprat e mira. Domthoni bën hije plan. Ka ardhur domthoni në histori të selefi, nuk më kujtohet emri e atij dietarit i cili ka qenë me nipin e tij në udhtim edhe me disa musliman. Edhe gjatë udhtimit kanë një ndalë me pushu me një vend me flajt natën, vetëm kë edhe nipi i tij që më fal namaz natës. Po nipi i tij ka thonë që rëvesh na po falën këta po flajnë. Me vetë pëlqim, me mburrje. Ka më mirë për ty kështu me qenë me flajt sikur këta se sa që ata këtë fjalë. Ose veç e ke lodh veten kot, këtë kjo adhurim të shkoj hoç. Ose ka koba e mburrë vetë pëlqimi, do i kanë nëshmu të tjerë. Tani të tjera domethënë që ka jellë te gibetit e përgojimi kështu më. Për këtë dieton ka thonë më mirë për ty është mos më dal xhumi me fal namaz natës dhe kur shosh më nxjes muni keq, shpirtërisht, se s'ke fal namaz natës, se sa me fal ton natën namaz natës dhe kur shosh më nxjes do thonë me konsideru vetën që ke bërë diçka të madhe dhe do thonë je më i mirë se të tjerët e kështu më radh. Kjo është domethënë shumë e rrezikshme për imanin, besimin dhe fenë e muslimanit. Edhe si që dim, kjo është cilësia e iblisit. Iblisi për shkak të vetë pëlqimit nuk i ka rënë sejdë Ademit, nga sa e ka konsideruar veten më të mirë se sa Ademi. Për shkak iblisi edhe ushtria e tij, pra pasuesit e tij mundon që me mbjell këtë ves në zemrat e besimtarëve muslimanëve që mi shkatërrojnë veprat e tyre. Për mënyrave që domthonë do të më kujto muslimanë vetës që mos më kaplu vetë pëlqimi është me ditë që çdo vepër të mirë që e bën nuk është merite jotja, është udhëzim prej Allahut subhanahu wa taala. Allah të ka udhëzuar drejt asaj vepre të mirë. Sikur të kish dashur Allah të kish udhëzuar, sikur se çu si ka udhëzuar të tjerë. Kështu që merita për këto i takon Allahut subhanahu wa taala në fillim dhe në mbarim, ti si e meritor për këto. Prandaj dietarët thonë nëse Allahu ta mundson me falendëru Allahun, me bë hamd Allahun për një të mirë, atëherë vetë inspirimi që ta ka dhënë Allahu për me falendëru Allahun është mirësi tjetër, që kërkon një falendërim tjetër. Ai falendërimi tjetër kërkon një falendërim tjetër kështu në pakufi. Ka se domthon mirësia në fillim dhe mbarim i takon Allahut. Jo ty si krijes, ti e krijon. Sikur Allahu mos të kish udhëzuar ty, ti ishe mbeti pa udhëzum. Sigur, kjo është në përgjithësi me të udhëzuar në Islam në fe, po edhe në detajet e kësaj feje. Nëse Allah nuk të udhëzon ti i mbetesh i pa udhëzum, s'ke mundsi me fal namaz, s'ke mundsi me agjëru, s'ke mundsi domthon me shtu pastaj në vepra vullnetare, zikr, lexim të Kuranit, vetëm se me udhëzimin e Allahut. Që shka në hadithin kutsi, Allah thot, ja ibadi kullukum dalun, illa men hedejtuhu, o e rob të mi, gjithë jeni të humbur, përveç ato që e ku muzune, po njeri është i humbur në origin, përveç ato që e ka uzu Allah. Fes të hedun e hdikum, përndaj thot kërkën e uzim për me që t'ju uzajun. Po kjo është e para, me di që uzimi në fejë dhe në detajet, holsirat e fejës është prej Allahut. Sigur Allah mos të kesh udhëzuar, kishe qenë i humbur sigur se tjerët. Atëherë për çka domthonjë njeriu mas kësaj me ka vetë pëlqimi kur ti si e meritor për kurrë. Si ti ai që e ke udhëzuar veten ose domthonjë ke shty veten me bë këtë apo atë vepër të mirë. Tjetra është me kujtu vetes që ki shumë gjunohe tjera, të meta tjera që janë shumë më shumë se sa këto vepra të mira që i bën. E që pastaj ato vepra të mira mundën me të shlyu këto vepra të mira sipas një mendimi dietare ose me ti paksu ashtu më radh. Pastaj më kujto vetes që këto vepra të mira që i bën, ki mangësinë ato. Nuk mundesh kurrë me adhuru Allahun ashtu siç e meriton Allah. Sado që të më vepra të mira gjithmonë kemë pas të meta, kemë pas defekte mangësinë ato, si nga ana sinqeriteti, si nga ana
e për ulljes në atë vepër të mirë, pastaj do më thonë mendimit mirë për Allahun pozitive, kështu më radhë, po kemi pas gjithmonë mangësi, sa i përket sinqeritetit dhe vërtetësisë. Që është ato Ibn Qayyim, nëse njëri nalet me dëdan rreth veprave të tij të mira që i bën, adhurimet, e sheh që nëse nalet kështu sinqerisht me veten e tij, duke i largu këto vese, vetë pëlqimin, burrën, vetë mashinë, po të sinqert me veten e tij, i paanshëm edhe nalet e analizon veprat e tij të mira, sheh që asnjë prej veprave tyre nuk është meritore me afru Allahut. Këtë kanë to mangësi edhe të meta. Për ata me lakt e Allahut subhanahu wa taala në ditën e Kiametit, po me lakt nuk e shohin Allahun, mirë po e adhurojnë Allahun në këtë botë. Nuk e shohin me lakt Allahun. Mirë po ka me lakt pe që u kriju deri në ditën e Kiametit kur nuk e çon ballën prej sejdës. Ka tjetër që pe që u kriju deri në ditën e Kiametit është në ruku. Tjetër me lakt që qëndron me kështu më radh. Ditën e Kiametit kur Allahu domthonë ju shfaqet krijesave të tij, besimtarëve, edhe me lakëve kur e shohin me lakt, e thonë Allah subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. I lartësuar dhe me adhuruar jetë Allah. Alaykum salam. S'kemi adhuruar ashtu që meriton. Po edhe këto do të më kujto vetes që ti do sa do të bën vepra të mira, kur nuk mundesh me kanë barabart me lakt. Që ti, ata janë vazhdimisht në adhurim. Kurse ti adhuron Allahun në pjesë tjetër tonë, në kohë caktuar. Po nëse ja kujton vetes këto gjëra, inshallah me lenin Allahut njeriu, po i largohet vetë pëlqimi, burrja, mendjemasia pi zemrës së tij. Edhe sheh që nuk ka për çka mu lëvdu, s'ka për çka domthon me pas vetë pëlqim. Por këtë arsye Allah thot falatu zakku anfusakum, mos e pastroni veten e juaj. S'keni domthon se nuk keni pra ata mos e lavdroni pra veten e ju, mos e pastroni. Ka se keni tmeta të shumta. Që domethënë nuk ju takon me pastruar dhe me lavdëruar veten ju. Është tmeta dhe gabime të shumta keni. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah din mas miri kush e ka frikë Allahun, kush ruhet pi gjunave kështu më radh. Po me këto inshallah edhe kuptohet do të me lut Allahun. Me lut Allahun shumë, ajo më që me ta pastruar zemrën prej këtyre tmetave, prej këtyre veseve, domthonjë tiparave të këqija, edhe pi tyne edhe prej vetë pëlqimit. Allah subhanahu wa taala dhe më mirë.